Partia në pushtet vlen ka publikuar sot një dokument me të cilin thot se e fundosin propagandën e BDI-s për botën serbe. Vlen shpalosi komunikatën zyrtare të presidencës së Serbisë, e cila ishte publikuar pas një takimi mes presidentit serb Aleksandar Vučić me ministrin e atëhershëm të punëve të jashtme Bujar Osmanin. Sipas tyre, kjo dëshmon qartë se në mesin e temave të diskutuara ishte edhe avancimi i pozitës së serbeve në Maqedoninë e Veriut. Ky dokument tregon edhe një të vërtet tjetër. Gjatë viteve në pushtet, BDI asnjëherë nuk e pati prioritet çështjen shqiptare. Kjo është dëshmi që rrezon të gjithë teatrin politik të BDI-s. Ata që sot bërtasin më së shumti për botën serbe, janë pikërisht ata që dje uleshin në tavolina ku diskutoheshin tema që nuk kishin të bënin me prioritetet e shqiptarëve, ndërsa sot përpiqen t'u afaturojnë të tjerëve. E kësaj akuze u përgjigj Bujar Osmani. Ai thotë se vlen duhet të jetë vërtet e dëshpëruar sa që kanë arritur deri aty, sa takimet zyrtare të një ministri të punëve të jashtme t'i paraqesin si përcaktime politike. Me këtë logjik, do duhet të akuzoj Albin Kurti pse takohet me Aleksandar Vučićin, Donald Trump pse takohet me presidentin e Kinës apo çdo ministër i jashtëm në botë pse takohet me homologët e vendeve me të cilat ka mosmarrveshje. Diplomacia nuk është takim me ata me të cilët pajtohesh. Ai shton se takimet diplomatike janë detyrim kushtetues, ndërsa bashkëqeverisja është zgjedhje politike. Sipas tij, këto janë dy gjëra që vlen ose nuk arrin t'i dallojë ose po shtiret se nuk i dallon.